Falëndrimet I takojnë Allahut Dhu Xhelal që na mundsoi të kalojmë muajin e Ramazanit me sukses. Me të vërtetë që begatia e Tij është shumë e madhe. Largimi I Tij është I dhimbshëm. Mirë po çdo gjë merr vlerë ku është në masë të caktuar. Allahu Dhu Xhelal në ajetin kuranor ku na fliste për muajin e Ramazanit ne kujtonte këtë të vërtetë dhe thoshte ayyama ma'dudat, ditë të caktuara, ditë të cilat ikin shpejt, ditë me numër. Me të vërtetë që ky muaj u largua, mirë po ky muaj duhet të lë shenja shumë të thella në botën shpirtërore të besimtarit. Duhet të bëhet gurthemel shumë I rëndësishëm për jetën shpirtërore të besimtarit. Dhe prandaj në këtë hutbe do të përpiqemi të nxjerrim disa mësime që besimtari duhet të marrë nga muaji I Ramazanit. Pikë së pari, ose mësimi I parë që ne duhet të marrim është se koha kalon shumë shpejt. Thot Zoti I gjithësisë në Kur'anin famlar, "Wa likulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Çdo popull ka një afat të caktuar, e kur vjen afati, as nuk vonohet një orë, e as nuk merret një orë më përpara. Ashtu siç popujt kanë exhel, kanë kohë, edhe njerëzit, si përbërësi më I vogël I shoqërisë, edhe njeriu si përbërësi më I vogël I shoqërisë, ka kohë, ka exhel, ka afat në këtë dunja. E ashtu si ikën shumë shpejt 30 ditë të Ramazanit, aq shpejt do t'iken edhe ditë të jetës tonë. Allahu Dhu Xhelal ka dashur që jeta e njeriut në këtë botë të jetë limituar. E jeta e përjetshme do të jetë në ahiret në botën e përjetshme. Na kujton Kurani famlart. Zoti I gjithësisë I drejtohet dhe njeriu dhe I thotë: "Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Thuaj, vdekja prej së cilës ju përpiqeni që të arratiseni, të largoheni, një ditë do t'ju takoj. E pastaj do të ktheheni tek ai, I cili e di të fshetën, e di atë që keni bërë haptazi, do t'ju larmëroj për gjithë punët që keni shlyer me duart tuaja në dunja. Sado që ne dashurohemi ndaj dunjas, e pëlqejmë jetën e kësaj bote, dhe shpesh herë në punët tona të përditshme e harrojmë botën e ahiretit, botën e përjetshme. Ky realitet do të ndodhë mbi të gjithë ne. Të gjithë ne një ditë do të largohemi dashur vëllezër. E do të lëmë pas çdo gjë që kemi fituar këtu. Do të lëmë pas çdo gjë për cilën ndoshta kemi sakrifikuar në këtë dunja. Prandaj besimtari I mençur, I zgjuar, është ai I cili e kupton realitetin e kësaj jete, vendos përparësi në punët e dunjas. Nuk mashtrohet në kënaqësitë kalimtare dhe të sakrifikojë ahiretin për ta. Alhamdulillah, gjatë muajit Ramazanit, mbajtëm agjërimin, po lexuam Kur'anin, po kufizuam gjumin e natës dhe falem namazin e natës. Të gjitha këto tregojnë se me të vërtetë njeriu kur ka dëshirë, sakrifikon për ahiretin. Kur beson me gjithë zemër, arrin ta kufizojë veten në kënaqësitë e kësaj dunjaje. Dhe ky është mësimi më madhor që ne duhet të nxjerrim. Jeta kalon shumë shpejt. Prandaj përpiqu me çdo mirësi që të ka dhënë Allahu Dhu Xhelal të fitosh ahiretin, të fitosh kënaqësinë e Tij. Sepse atëherë këto mirësi kalimtare do t'i kthesh në mirësi të përjetshme. Dhe atëherë do ta ndjesh thellë në zemrën tënde kënaqësinë e këtyre. Prandaj dashur vëllezër, mos mashtrohemi.
Mos mendojmë se jemi të ri e kemi kohë. Mos mendojmë se jemi të shëndetshëm e kemi kohë. Mos mendojmë se kemi punë për të bërë dhe të lojmë pasdore punët esenciale që duhet të jenë në jetën e besimtarit. Se me të vërtet është thjesht një sekond, tani e këtu, pastaj nuk je. E gjithë ato njerëzit që duan, që kujdesen për ty pas i farë kohë, do të kthehen në jetën e tyre normale. Do të vazhdojnë hallet, do të vazhdojnë punët, do të vazhdojnë problemet, do të ike koha, e në qofë se ke lënë dikë mrapa me të lexu, me dhënë sadaka për ty, me bënë haxh për ty, me lexu në Kur'an për ty, ajo është fitimi vetëm që ti do të marrësh nga kjo dunja. Prandaj përpara se të na divorcojë dunjaja ne, duhet që ne të caktojmë vendin e caktuar në jetën tonë. Dhe të rregullojmë përparësinë. Përparësia më e madhe është ndaj Allahut Dhul Xhelal. Besnikëria më e madhe duhet të jetë ndaj Allahut Dhul Xhelal. E dyta, mësimi i dytë që ne duhet marrim nga muaji i Ramazanit është se kur njeriu ka vullnet, ka dëshirë, përpiqet dhe mbështetet tek mirësia e Zotit, mund të arrijë gjëra shumë të mëdha. Dhe më rëndësishme është që mund të arrijë stabilitetin, ekuilibrin, vazhdueshmërinë në adhurime ose istikametin që siç thuhet. Është gjë shumë e rëndësishme. Është gjë dhe shumë e vështirë që besimtari ta ndërtojë jetën e tij në një vit të drejtë, si thuash, pa patur rënje, por të jetë ose të jetë vetëm në ngjitjen në aspektin shpirtëror. Kjo është e vështirë. Profeti alayhi salatu sallam ka thënë se e bet një surat e Hud wa akhawatuha. Më ka thinjur surja Hud dhe si motrat e saj. Pse? Sepse në të, thot Ibn Abbasi, Zoti qoftë i kënaqur me të, kalon një ajet ku Zoti i gjithësisë thot: "Fastaqim kama umirt." Qëndro i palëkundur, i vazhdueshëm në gjërat për të cilat je urdhëruar. Kjo është punë e vështirë. Mirë, po kur ka vullnet, kur ka dëshirë, kur ka niyet dhe kur mbështetesh tek Allahu Dhul Xhelal, e realizon. Të privohesh nga uji dhe ushqimi për 30 ditë nuk është punë e lehtë. Mirë, po dëshira e njeriu, mëshira e Zotit e bën atë të mundur. Dhe pikë së pari, besimtarit duhet të ketë qëndrueshmëri, istikamet në besim. I ka shkuar një sahabi profetit alayhi salatu sallam dhe ka pyetur: "O dërguari i Zotit, më thua një fjalë rreth Islamit, që pas kësaj fjalën mos kem nevojë të pyes më kënd tjetër." Ai ka thënë: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj, kam besuar tek Allahu dhe pastaj qëndroj besnik kësaj fjale. Vetëm këtë, sikur ta bëjmë parim të jetës tonë, do të na mjaftonte. Thuaj, kam besuar Allahun si Zotin tim, e pastaj çdo punë, çdo marrëdhënie të kësaj dunjaje ndërtoje në bazë të fjalës së besimit. Qëndroj besnik fjalës Allahut Dhul Xhelal. Dhe mos u bë nga ato besimtarë që janë stinor. Ka vështirësi, vjen xhami, lutet, ama sa vjen rahatin bollik, haram, dhe nuk e kthen kokën te xhamia, nuk e vendos kokën sërish ndaj Zotit gjithësisë. Ky është njeri i mashtruar. Mirësitë Allahut Dhul Xhelal zbresin çdo moment me ne, mi familjen tonë, mi të afërmit tanë. Sikur një moment atë Zoti i gjithësisë të hiqë ndihmën nga ne, çdo gjë do të shkatërrohej. Prandaj, besnikëria jonë ndaj Zotit, ndjenja e falëndrimit ndaj Allahut Dhul Xhelal duhet të jetë e vazhdueshme. Duhet të jetë e vazhdueshme. Prandaj, pasi ti ke dhënë fjalën Zotit, qëndroj besnik asaj fjale, mos u bëj i lëkundur. Allahu Dhul Xhelal u ka premtuar si harish të madh, begati të madhe, ata të cilët tregojnë të sinqert me fjalën e besimit. Thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'anin famlar: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu." Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu e pastaj qëndruan mbi këtë fjalë.
qëndruan të palëkundër me këtë fjalë. Tatanazzalu alejhimul malaiketu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Do t'ju zbresin engjujt e do t'ju thonë mos keni frikë. Mos u mërzitni. Dhe ndjenja për gëzimin e xhennetit i cili ju është premtuar. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ne do të jemi mbrojtësit tuaj në dunja dhe në ahiret. Aty do të gjeni çdo gjë që ju dëshiron zemra. Mirësia e madhe e dhënë nga ai që është falës i madh, është mëshirues i madh. Dashur vëllezër dhe motra, mjafton që ne të hedhim një hap drejt Zotit, Allahu Dhu Xhelal do të na muloj me mëshirën e Tij të madhe, me begatitë e Tij të panumërta. Por ama ne duhet ta hedhim hapin e parë. Por ama ne duhet të tregohemi sinqert në fjalën që japim. E duhet përpiqemi të adhurojmë Zotin ashtu siç ishte në Ramazan. Ndoshta në një formë më të reduktuar. Sepse me atë lloj tempoje njeriu e ka të vështirë dhe të pamundur ndoshta. Por ama disa punë të Ramazanit, disa adhurime të Ramazanit mund t'i vazhdojmë edhe jashtë. 5 vaktet e namazit, po sunetet e forta, po ndoshta në namaz natë, ndoshta në xhirim ditë të hëntente ose ditët e bardha, ndoshta një sadakat vogël gjatë muajit. Të gjithë këta do t'i sjellin një harmoni shumë të madhe jetës njeriut. Do t'i sjellin një begati shumë të madhe jetës njeriut. Thot profeti alayhi salatu selam, punët më të dashura tek Allahu janë ata të cilat megjithëse janë të patra, janë të vazhdueshme. Ndryshimi i madh vjen nga punët e vogla. Me hapat vogla bëhet ndryshimi i madh. Edhe ne duhet përpiqemi që këto adhurime që i kemi bërë në Ramazan, në formë më të reduktuar, t'i çojmë dhe pas Ramazanit. Pse them më të reduktuar? Sepse atëherë do të bëhet e mundur për njeriu. Islami çdo gjë e ka caktuar në përputhje të plotë me natyrshmërinë e njeriut. Dhe çdo gjë e cila ka dalë jashtë natyrshmës, profeti alayhi salatu selam nuk e ka pranuar dhe ka ndaluar. Dhe për ta ilustruar këtë fjalë, po e mbyll me historinë e Abdullah bin Amr bin Asit, Zoti qoftë i kënaqur me të. Abdullah bin Amr bin Asi ishte i ri, i zellshëm në çështjen e adhurimit, në çështjen e besimit. Mirë po jo i ekuilibruar. Megjithëse ishte i martuar, nuk kushtonte shumë kohë ndaj bashkëshortes. Mbante xhirim gjithë ditën, falë gjithë natën. Dhe babai i tij i shqetësuar shkon tek profeti alayhi salatu selam. Për ta pyetur rreth gjendjes së Abdullah bin Amr bin Asit. Dhe i thotë, o i dërguar i Zotit, falet gjithë natën, mban xhirim çdo ditë. Prandaj këshilloi edhe e thret profeti alayhi salatu selam, dhe i thotë, a kujton se unë nuk e di që ti mban xhirim çdo ditë dhe falësh çdo natë? Gjithë natën falë. Kjo thotë, është e pamundur, nuk mund ta vazhdosh këtë. Sepse edhe trupi ka të drejta mbi ty, edhe syu ka të drejta mbi ty, edhe të afërm familjarët kanë të drejta mbi ty. Prandaj i thotë që nëse do të marrësh agjerim, maj 3 ditë muajit. Ditët e bardha. E mira shumëzohet me 10, quhet sikur ke mbajtur gjithë muajin agjerim. Ai thotë, dërguar i Zotit, mund të bëj më shumë. Nëse mund të bësh më shumë, atëherë mbaj 1 ditë agjerim, 2 ditë bëj pushim. O dërguar i Zotit, unë mund të bëj më shumë. Nëse mund të bësh më shumë, atëherë mbaj 1 ditë agjerim, 1 ditë bëj pushim. Agjerimi i Daudit alayhis salam. Dërguar i Zotit, mund të bëj më shumë, jo më shumë se kaq.
Nuk bën. Dhe kur plaget Abdullah bin Amr bin As, e kishte të vështirë që një ditë ta mbante xhirim, një ditë mos e mbante. Mirë po kishte thënë fjalën dërgumit Zotit. Nuk mund ta thyente fjalën. Nuk mund ta thyente këtë premtim. Dhe thot me veten e vet. As sikur të kisha marr atë lehtësimin që më dha i dërguari i Zotit në atë kohë. Prandaj njeriu duhet përpiqet që ditën e tij qoftë edhe me vepra të pakta ta zbukurojë dhe të jenë të vazhdueshme. Pa e paksuar e pa e tepruar, me qëndruar në istikamet. Dhe elhamdulillah pas të muajit të begat, ja kemi një mundësi shumë të madhe që adhurimet e Ramazanit t'i kalojmë edhe jashtë. Po flasim për agjërimin. Muaj që vjen që kemi hyrë në të, është muaj Shevalit. Dhe thot profeti alayhi salatu selam, men sama Ramadana wa atba'ahu sitta min ash-Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Ai cili e mban agjërim muajin e Ramazanit. E pastaj këtë agjërimin e Ramazanit e shoqëron me 6 ditë nga muaji i Shevalit, i shkruhet sevap sikur ka agjëruar të gjithë vitin. Allahu xhalal na mundsoft që t'i vazhdojmë punët e mira të Ramazanit dhe jashtë tij. Allahu xhalal na mundsoft që të përfitojmë dhe nga agjërimi i muajit të Shevalit. Dhe lut Zotin gjithësisë ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami, na bashkojë në xhenetet e larta bashkë me profetët e robët e tij të dashur. Amin. Amin.